Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Dua të them qartë, kjo situatë mund të zgjidhet menjëherë pa asnjë vonesë me një vendim të kryeministrit në detyrë, zotit Albin Kurti. Të gjitha justifikimet të tjera për komisione apo procedura janë betejë mes partish. Mos i fusni punëtorët e RTK-s në betejë politike. Ne nuk jemi pjesë e asnjë partie. Jemi punëtorë që kërkojmë atë që na takon me ligj. Deri më sot kemi dëgjuar vetëm deklarata, por asnjë veprim konkret. RTK është pronë publike, është e qytetarëve të Kosovës, jo e partive politike. Ne do ta mbrojmë me dinjitet, unitet dhe vendosmëri. Greva do të fillojë nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës, nga ora 11. I ftoj të gjithë kolegë të na mbështesin në këtë vendim. Greva fillimisht do të fillojë nga ora 11 deri në orën 12. Andaj kërkojmë nga të gjithë kolegët e televizionit nga kjo orë të mos punohet asgjë. Kur punëtori del në rrugë, ai nuk del nga dëshira, por nga dhembja e padrejtësia. Kur punëtorët e RTK-s, gazetar, redaktor, teknik, punëtor të informacionit, dalin për të protestuar, kjo nuk është turpi tyre. Kjo është turpi atyre që duhet të dëgjonin, por zgjodhen të heshtin. Është e papranueshme, e pafalshme të nxirret punëtori në rrugë. Thirrja jonë është absolutisht për kryeministrin në detyrë Kurti që e ka në dorë bashkë me ministrin e financave të gjejë rrugë ligjore për të ekzekutuar sipas edhe për 3 muaj shtesë buxhetin për televizionin e Kosovës në mënyrë që gazetarët, kameramanët, montazherët, gjithë stafi i radio-televizionit të Kosovës të paguhen. Këtë shohim në fakt këtë situatë shohim si një presion shtesë të lëvizjes vetëm ose të qeverisë së Kosovës ndaj transmetuesit publik RTK. Kjo qeveri dhe kjo parti politike tashmë ka ndikim të madh politik, e shohim në bazat ditore edhe në përmbajtjen e lajmeve dhe përmbajtjes tjetër të radio-televizionit të Kosovës, dhe këtë e shohim si një presion shtesë, pra presioni politik që ka qenë i pranishëm për vite të tëra tashmë po shndrohet edhe në presion financiar, dhe kjo është e papranueshme. Mirë që u gjetën para për studentët, mirë që u gjetën para për pensionistët. Në këtë mënyrë është dashur të gjenden mjete edhe për radio-televizionin e Kosovës dhe stacionet punëtorët e tyre. Mosgjetja e mjeteve tregon se kryeministri dhe ministri i financave kanë diçka aty natin që e kanë bërë ndaj nesh në shtator, po e bëjnë një lloj inati me qëllimin më keq që ta thyjnë vullnetin e sindikatës dhe punëtorëve. Bashku si përfaqësuesi i punëtorëve të arsimit, shkencës dhe kulturës është sot këtu për krah me juve, me punëtorët e RTK-s që po vollen me një pa drejt të papranueshme, mosmarrjen e pagave që i kanë fituar me punë, me munë dhe me përkushtim. Pagat nuk janë privilegj. Pagat janë e drejtë e garantuar për çdo punëtor që e përmbush detyrën e tij me ndershmëri. Çdo ditë pa pagë është një ditë me padrejtësi. Çdo vonesë në zbatimin e kësaj drejtësie është një cënim i dinjitetit njerëzor dhe profesional të punëtorëve të RTK-s. Në anën tjetër, vetëm një pozitë është e lishme edhe e rregullt, të gjitha të tjerat janë me ushtrues detyre. Disa me mandate të skaduara e disa të zgjatura pa bazë ligjore. Sipas rregullativës është e qartë se më shumë se 6 muaj nuk mund të jetë në pozitën e ushtruesit të detyrës kryeredaktor dikush. Pra, rrjedhimisht po shkelet ligje dhe rregullativat. Në gjendje të tillë kur nuk ka ndodhur në RTK.